A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala që Zoti na ka mësuar pikëllim disa çaste nga jeta jon, duke u marrë me ilm, me ditori që është në vetë ibadet, kërkimi i dijes. Alhamdulillah. Dhe së dashur po vazhdojmë me serinë e komentimit të librit Mjetet e përshtatshme për një jetë të rahatshme. Autori me këtë libër e ka synuar mi përmendën disa shkaqe që të bëjnë njeriu më të lumtur. Disa shkaqe, jo krejt shkaqet, por disa shkaqe që të bëjnë më të lumtur. Deri tash kemi përmendën 6 arsye, ligjëratat më herët. Sonte kemi inshallah me lenin e Zotit, autori do të përmendë edhe 4 të tjera. Pa krejt bën gjithsej 11 arsye se si fitohet më lumturia. Vazhdojmë me arsyen e 7 me radhë. Sonte kemi një arsye tjetër interesante për autori, është meselja eliminimi i shkaqeve që çojnë drejt mërzisë dhe pikëllimit, po mi largu këta shkaqe. Nëse e din se një arsye, një shkak, ti po të mërzit kur e kujton, kur i afrohesh, autori po thotë, nëse e din se një çështje të mërzit dhe të pikëllon, çat piça soi largo. Po nëse e din një çështje tjetër që të bën të lumtur, gëzon, edhe ki qef, do thonë me net metall të shton lumturinë, kësaj çështje afroju. Kjo është ideja. Pra më thonë mi largu sendeve që mërzitin, edhe mi afru gjërave që më thonë bëjnë të lumtur. Vazhdojmë më thonë faqen 17, autori vazhdon thotë shkak tjetër që largon brengat dhe sjell lumturinë është edhe përpjekja për eliminuar shkaqet që çojnë ka dëshpërimi dhe pikëllimi. Pra mi largu këtyre shkaqeve. Në njërin anë edhe sigurimi i kushteve për gëzim dhe lumturi në anën tjetër. Edhe mi afru shkaqeve tjera që të bëjnë më të lumtur. Dhe vazhdon autori thotë kjo ndodh duke i haruar të këqijat. Si ndodh kjo? Do të eliminohesh, ndodh duke i haruar të këqijat, ata sprova që kanë ndodhur. Vazhdon autori thotë fatkeqësitë dhe belat që kanë ndodhur në të kaluar. Kena folur më herët një besimtar të marrë me tashmen. Jo më marrë me të kaluarën, as me të ardhmen. Vazhdojmë. Si fatkeqësitë, belat dhe duke haruar të këqijat, vazhdon të thotë si dhe duke e ditur se preokupimi me këto gjëra është ngarkim i panevojshëm dhe i dëmshëm për vetveten. Do të më ditë se nëse mirësh me problemet e tua që kanë ndodhur më herët dhe gjithmonë i mendon ata, normal që kanë më bë dëm. Kështu që më thon, mono ti harrosh. Bile thotë autori është budallëk dhe çmenduri, kështu që përpiqet ta shmang zemrën nga të menduar edhe këtyre gjërave. Kështu që më thonë është edhe budallëk, më marr me gjërat, me sprova që të kanë kaluar. E tashmen e ki në dorë. Ti tash dush më marr me ma që e ki përpara. Vazhdon thotë si dhe nga frika për të ardhmen, kena përmendur këtë mesele, pra më thonë hem është frika për të ardhmen, kurse huzn ishte frika për të kaluarën. Autori thotë gjithsesi për gjëra që mund të shqetësojnë, si varfëria, frika, e liga dhe të këqijat e tjera, besimtari thotë di se e ardhmja me të mira dhe të këqijat, shpresat dhe frikën është e panjohur për të. Ne e dimi të ardhmën çka ka ndodhur me neve. Nuk e dimi, kështu që më thonë ti mbështetu Allahut. Edhe mos u merr me të ardhmën shumë se nga se mund me shkaktu më thonë mërzi dhe ankth. Se ajo është në dorën e Allahut dhe se prej ti nuk kërkohet asgjë tjetër përveç angazhimit për të përveçuar të mirat. E jona çka na bë? E jona bë që ne më marr me tashmen, më mundu me përmirësu veten, më marr me punë të mira, kur e ardhmë çka ka më ndodhur ne nuk e kemi në dorë, më thonë. Kjo është më ideja. Edhe për të larguar thotë të këqijat, besimtari thotë e di se e ardhma nuk e mban nën frikë nëse i mbështet Allahu subhanahu wa taala për të përmirësuar veten e tij. Autori shtash ka më nis te pika më radh, ka më fol një pikë tjetër që është mbështetja, lutja, tani ka më fol për mbështetjen. Këto pak e përmend autori çështën e mbështetjes. Do të fol pak më vonë, ma xhanë më gat inshallah. Po këtu desha më përmend një send kjo mesele që më deri tash, mes më marr me të ardhmët, edhe me të kaluarën, as më largu për shkaqe që të bëjnë të mërzitur, është përmend në Kur'an. Dikuni me pas si argument fetar, ulema e përmendin kur e komentojnë këtë libër thonë njëra për rasti që dëshmon për këtë ide është rasti i Jusufit alayhis salam. Jo din rastin kur shfaqet e vërteta me Jusufin me vëllezërit e vet. Çka bën Jusufi? Çishte e kalon atë
situatë rëndë, pasi që sa vite kanë kalu ka qenë në burke, më thonë është gjutë në puse, e lloj sprovash, që që kaloi këtë situatë të keqe, Jusufi alayhis salam kur e mur vesh, çka i ka ndodhur, e kaloi me dy të llafe. Nuk u ndal shumë e shumë mu marr me të kaluamën. Allah e përmend në surën Yusuf, thotë Allah subhanahu wa taala, kur e përmend atë rastin pasi që del situata në shesh në surën Yusuf ajetin 100, thotë Allah subhanahu wa taala wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh. Kur u mur vesh realiteti, atëherë erdhën prindë e Jusufit tek Jusufi alayhis salam. Dhe ai ngriti prindë vet në një vend të lartë, në një vend të arshu në Kur'an. Wa kharru lahu sujada. Edhe këtë ata i ranë sejdë kujna Jusufit alayhis salam. Sepse kjo ishte liç tek fetë të tjera, kurse në fen ton nuk lejohet me ranë sejdë edhe pejgamberëve. Po kjo ka qenë ligj më herët. Çka tha Jusufi alayhis salam, wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl. Tha Jusufi, kjo është o baba im, ëndrrën të cilën unë e kam pa më herët. Se e kish pa në ëndrrën Jusufi alayhis salam në fillim ngjarjes që i kanë rënë ata yuzit i kanë rënë sejdë, më dhe hana, kështu që më thon realiteti që çasoj hana është në fillim thotë tash dul u kuptu që unë u bona pejgamber. Dhe këtë i ranë sejdë Jusufit alayhis salam. E këtu është ai mësimi, qad ja'ala rabbi haqqa, dhe Zoti më ka bërë me vërtet pejgamber. Vazhdon, wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn, dhe Allah më bëri shumë mirë mua kur më nxjerrën nga burgi, pra Allah i përmend mirët e Zotit. Dhe Zoti më bëri mirë kur më nxjerri nga burgi, wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Tha Yusuf alayhis salam, dhe Allahu më bëri mua gjithashtu më bëri mirë me çka? Pasi që thot vendosi mes mu dhe vëllezërit e mi një mosmarrveshje. Edhe e ka lënë situatën. Edhe thot an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna, kjo mosmarrveshje ishte prej shejtanit mes meje dhe vëllezërit e mi. Dhe vazhdon ngjarja. Ulemat e marrin si rast, nuk unali Jusufi alayhis salam me e kaq situatën. Mu mërzit, mu hakmar ndaj vëllezërve, mi u thon fjalë të këqija. Kështu që mbona përmendi si pjesë e fajit, tha për shkak që mes meje dhe vëllezërve ndodhi shejtani, hyri mes nesh. Kështu që më thon nuk u ndal tek situata e keqe shumë, por më e tekali situatën me disa fjalë të mira dhe e vazhdoi atë pejgamberllukun ato detyra që kishte si kryetar, si udhëheqës i atij vendi. Kjo është një mësim. Domethënë ky pejgamber nuk u ndal te ngjarjet që e mërzisin, e kaloi shpejt. Kjo është një ndër argumente. Mund të vazhdoj rastin tjetër. Arsyeja që përmend autori me radh është arsyeja e 8, lutja. Lutja prej shkaqeve të lumturisë. Një person që bën dua dhe lutet Allah subhanahu wa taala, Zoti për shkak duave që i bën, më thonë ja largon Allahu brengat dhe e bën të lumtur. Do ta përmendim disa gjëra. Vazhdon autori thotë faqen 17, ndër gjërat më të dobishme që duhet aplikuar për vëzhgimin e ardhmës së gjërave është thotë lutja që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bënte. E tash, para se me i të kjo lutja që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu po kthehemi te rasti i Jusufit alayhis salam. Çka e bëri Jusufi alayhis salam të dalë prej burgit dhe të dalë në shesh gjendja e tij, duaja. Pa duaja gjithashtu te rasti i Jusufit është më thonë është shkak që Allahu më ia largu brengat, problemet që i pati Jusufi alayhis salam. Allah e përmend në Kur'an surën Yusuf ajetin 31, thotë Allah subhanahu wa taala fastajabna lahu, dhe ja pranum lutjen atij, pa Jusufit alayhis salam. Kjo që më thonë kuptohet që Jusufi ka bërë dua, ka bërë lutje që Zoti e ka nxjerrë prej situatës të keqe. Vazhdojmë me përmend autorin një dua, ka thonë është lutja që Muhamedi sa thotë e bënte, është një lutje interesant, do të mundohem pak mi përmend disa dobi. Kjo dua është më thonë transmetuar në Sahih Muslim, është një dua shumë përmbledhëse. Është e mirë kjo dua. Është mirë ta mësojmë përmend, edhe shpesh ta lutni Allah me këtë lutje. Cila është lutja? Autori thotë duan që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. O Allah im, më përmirëso fen që është mbrojtje e qetësime. Feja jonë është mbrojtje për çdo senit. Për çka tjetër, edhe për probleme, për smuje, për mërzive, për brengave, është mbroj feja. Për asaj ka bërë këtë dua autori ka bërë. Vazhdon duaja wa aslih li dunjaja allati fiha ma'ashi, o Zot më përmirëso dunjan të cilën unë këtu e kam jetën. Këtu ne jetojmë, me këtë tokë jetojmë, o Zot më përmirëso këtë dunjan. Pra më thon feja nuk thot lënë dunjan.
Bile këtu e shohim që thotë po na mëson pejgamberi me përmirësu Zoti këtë dunjë ku jetojmë ne. Vazhdo lutja wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dhe ma përmirëso ahiretin ku aty do të kthehemi o Zot. Aty është qëndrimi jon për gjithmonë. Edhe atë ma përmirëso Zot. Shikoj fort duaj për gjithçka. Dhe vazhdon duaja waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Do o Zot më ban jetën time më thon kem vepra të hajrit. Edhe shumë vepra të hajrit kem. Ziyadatan fil khair. Do bëj shumë vepra të mira në këtë dunjë, wal maut rahatan li min kulli shar. Dhe bëro o Zot vdekjen time të jetë rahat nga çdo e keqe. Shikoj fort duaj për gjithçka. Pjesë e kësaj lutje është edhe Zoti nëse të jep mirat e kësaj dunjos, kjo i bën që me të largu dhe brengat. Kjo është më këtu është ideja pse ka bëu autori këtë lutje. Kjo është një lutje që ka bëu. Lutën tjetër që ka bëu autori këtu ne është duaja, gjithashtu transmeton Abu Daudi, më thonë është duaja e saktë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam da'awatul makrub. Kjo duaja e dytë është duaja për atë të cilën i ka ndodhur brenga dhe sprovar. Çfarë dua ka bëu pejgamberi? Allahumma rahmataka arju. O Zoti im, unë po kërkoj rahmetin tënd. Po çfarë dua ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Fala takilni ila nafsi tarfata ain. O Zot mos më lë me veten time as aty qel të më shëlsit. Çka shkurt mos më lë me veten. Se mund me deviju, mund më largu nga e vërteta. Wa aslih li sha'ni kullah. O Zot më përmirëso gjitha çështjet e mia. La ilaha illa ant. Vetëm ty të takon adhurimi. Kjo për duave që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kto desha me nënvizu një çështje. Çka dua, më thonë, çka e dyta, është përmendën për duave që ka bëu pejgamberi në mëngjes dhe në mbrëmje. E transmeton, më thonë, Hakimi, është hadithi është hasan, tregon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë Fatimes, vajzës vet, çka ka thonë? I ka thonë ma yamna'uki an tasma'i ma usika bihi. O Fatime ka thonë, çka të pengon tije sikur ti marrësh këshillat e mia dhe ti jetojsh këta këshilla. Çfarë ka qenë këshilla? Taqulina idha asbahti wa idha amsayti, ta thuash këtë lutje në mëngjes dhe në mbrëmje. Cila është ajo lutje? Lutja është ya hayyu ya qayyum, o Zot i cili ti je i gjallë dhe i mba çdo send, çdo krijesë është në kontrollin tënde. Bi rahmetika astaghith, me mëshirën tënde o Zot po kërkoj unë të më ndihmosh mua, aslih li sha'ni kullah, me përmirëso gjitha çështjet e mia, wala takilni ila nafsi tarfata ain, mos më lë me vetë as aty qel do të më shëlsit. Këtë që dua këtë të mburoja. Të dhikri mëngjes dhe mbrëmjes, pra sa ka bëu këtë lutje që Zoti më smundalon me veten. Edhe më na përmirëson Zoti gjitha çështjet. E për çështjeve tona është edhe mërzia, brenga, njeriu me synu lumturinë, është pjesë e kësaj duas. Pra më thon këta dy dua. Unë desha të përmend edhe një dua tjetër, që transmetuar këtë duaja Imam Ahmedi ka transmetuar, hadithi është sahih. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në një dua të gjatë, ka thonë ma asaba ahadun qat, nuk ndodh që dikuj aty goditet me një breng apo mërzi, nëse thot vazhdon duaja. Allahumma inni abduk, ibn abdik, ibn ummatik, nasiyati biyadik, është një dua e gjatë, mund ta shihni inshallah më thon. Këtë dua ka thonë në fund, kush e thot këtë dua, illa adhhab Allahu hamma, vetë se Allah ja ka largu, thot ja largon brengat atina. Wa ghammahu, dhe brengat e tardhmës dhe të kalumës dhe tashmës. Wa abdalahu makanahu faraha, dhe Zoti ja kompenzon këtë mërzi me lumturi. Sahabët kur ndëgjuan këtë dua thanë ja Rasulullah, afala nata'allamuha, ata mësojmë këtë lutje që po na mëson neve. Tha pejgamberi selam bala yanbaghi liman sami'ahunna an yata'allamahunna. Kush i ka ndëgjuar këtë dua, thotë ne ti mëson nga unë. Është një dua shumë e mirë, është dua pak e gjatë, por nëse lexohet shpesh të përsëritet, inshallah më thon nuk mësohet lehtë. Këtu desha me përmend një dobi të kjo lutje, aty përmend të lutja dobia an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi. O Zot më bëj Kur'anin pranë vetë zemrës time. Wa jala'a huzni, dhe largim të mërzis, wa dhahaba ghammi, dhe pikëllimit më largo Zot. Edhe vazhdon lutja, këto ulemaja Ibn Qayyim në të kjo lutje thot, shikoni thot Allahun këtë dua, këtë lutje të mërzis, e ka shtije Kur'anin si ilaç i problemeve. Thot këtu e kuptojmë që ilaçi kryesor për muslimanin është më thonë lidhja e tij me Kur'anin. Më thonë po aty bën dua për me Zotin e më thonë Allahun,
e përmend madhinë e Zotit, edhe në fund thotë o Zot, më thonë banë Kur'anin pranë vetë të zemrës. Çka ka të bëjë mërzia me Kur'anin? E ka të bëjë thotë Ibn Kaimi shumë. Nga se më thonë Kur'ani i largon gjithë ato edhe këtë shikoni nga praktika, hafazllat që mirën shpesh me Kur'an, edhe sa herë lexojnë Kur'an dhe bëjnë hatme shpesh, e shem më thonë zemrat e tyre edhe në gjuhën e tyre janë të lumtur. Ndoshta për hatër Kur'anit, Allah më thonë i ban këta njerëz më thonë të lumtur. Kjo është më thonë duaja që nuk është përmend punë, po deshta me përmend. Vazhdon autori thotë, nëse robi bën këtë lutje me përkushtim, niyet të sinqertë dhe përpjekje konkrete për ta realizuar atë, thotë, atëherë Allah i madhruar do ta përmbush nevojën dhe ta plotësoj kërkesën dhe brenga do t'ia shndroj në gëzim dhe kënaqësi. Shkojmë më thonë duaja, po e përmend autori që është një ndër shkaqet e lumturisë. Po me argumente që përmendëm deri tash. Vazhdojmë me arsyeja tjetër, faqe 19. Arsyeja e 9 për shkaqeve që të bën të lumtur është parashikimi i fatkeqësisë. Çka i bie kjo parashikimi i fatkeqësisë? Në shpesh e diku ndodh mërzia. Kur ti prit diçka shumë, edhe nuk ndodh ashtu si e ke prit ti. Këtë arsye më thonë është mirë, më thonë, gjëra që i presmi në të ardhmen, mes me prit që më thonë ashtu 100%. Lënja vetes një hapësirë, se ndoshta nuk ndodh ashtu si mendoj unë. E ç'kjo më thonë më jalon çit luftë, çit boshlluk më jalon vetes, kjo e lehtëson nëse ndodh ashtu siç ke menduar. Para më duket që mendon një zonë që mendon ka më marr 100 pikë 100%. Edhe dal në fund rezultati ka marr 90 pikë. Mërzitet. I themi të zonësve, ti më thonë dush të alosh një derë, ndoshta marr 90 pikë në provim. Lenja të këtë derë më vetës, nga se nëse ndodh nesër, ballafaqohesh me këtë sprov, ose me diçka tjetër, e ki parapri pak sprovën, dhe ja ki lecu vetës. E kupton më thonë, këtë lëmot e përmendin, këtë më thonë. Da shohim çfarë autori më gjënsisht. Vazhdojmë më thonë tek kapitulli 5, ndër shkaqet mënyra që më të dobishme për largimin e pikëllimit anktheve dhe brengave është që kur të ndodh ndonjë fatkeqësi, se paramendosh mënyrën më të keqe se si mund të mbaroj ajo çështje. Ta më të keqen. Dhe të ambientohesh me të. Mund ti edhe thuaj ndoshta më vjen me marr 90 pikë, çka mund çka ndodh me mua? S'dodh kurrë. Ambientoj pak veten. Do thonë ti para prije, më thon fatkeqësi me disa lëshime që mund më ndodh nga ti. Kjo më thon e lehtëson atë brengën. Pasi ta bëj këtë thotë le të nxitoj që ta lehtësoj vetë as sa të ofroj mundësia dhe sipas vendeve dhe rrethanave. Kjo do thotë që ti dush me prit më pak, kështu që leni shkaqet, jo, ti vazhdo të merri shkaqet. Ti mundon mi marrë 100 pikë prap. Por po thotë lënia vetes një çfarë hapësire, kjo thotë ta lehtëson ti brengën nëse ndodh ajo që e prit më. Përmes thotë këtij ambientimi dhe duke e marrë me këtë angazhim të dobishëm, do ta largohet brengat e dertet. Vazhdon ato thotë dhe vendin e kësaj do ta zër angazhimin për përvecimin e të mirave. Kjo do të shtyjë ti që të bosh edhe më mirë. Ki marr 90 pikë, tash do të mundosh herën tjetër me marr 100. Do të mund kemi pas ambicie të mira e nuk do të bish në depresion. Ne ka pas raste, ka pas në zonës që kanë edhe shkollën. Ka prit shumë rezultate të mira në provim, kështu që kur si ka ndal, tani më ka fundetën edhe ka lënë krejt në fakultetin e drejtimit që ka pas. Dhe largimet e këqijave që mund të largohen. Vazhdon autori thotë, e nëse ndodh që ta godasin shkaqet e frikës, sëmundje, varfërisë dhe mos pasjes së gjërave që i do, atëherë thotë le ti pranoj me qetësi shpirtërore, gjakftotësi dhe përgatitje psikike. Çka është përgatitje psikike? Ti e përgatit veten para se më ndodh sprova, e përgatit. Këtu remote kanë përmendur disa shembull. Shembull, biznesmeni është mirë me paramendu, ndoshta mund me dështu në biznes. Mos më dhon vetë ato drejtat që unë patjetër kam e fituar. Jo, më thonë unë s'dar para njerëzve ose me bo betime të caktuara. Më thonë ti mundsh me dështu në biznes ose diku tjetër. Gjithashtu kanë thonë smuri që mjekohet, nuk thotë se çfarë që më ushëru. Te leja vetë një derë, ndoshta unë mjekon, i marr sebep, si besimtar, po ndoshta Allah do më shpërbu me vazhdu smuja. Te mos je vetë më dha bindje që 100% kam ushëru. E çka thotë e lehtëson sprovën, nëse ndodh sprova, kemë ta kalu, më thonë ma. E kjo është më përgatitja psikike. Te përgatit veten që, më thonë nëse ndodh sprova ti je më i gatshëm me te kalu. Sepse kjo thotë ndikon në përballimi me më të lehtë të fatkeqësive. E lehtëson dhimbjen, nëse ti e ke përgatit, më thonë
psikikisht e praktikojnë vetëm. Dhe largimin e tyre tërësisht. Kjo mund të ketë efekt edhe më të madh në qoftë se përgatitja psikike ja shtojmë edhe angazhimin konkret. Kështu kur bindjet dhe vullneti të bëhet bashk, e me to të jetë edhe mbështetja në besimin i madh në Allah subhanahu wa taala, atë këto përveç problemit që robi shpreson për to, kanë ndikim të madh dhe në realizimin e shkaqeve të lumturisë dhe zemërgjësisë së tij. Pra më thonë përvoja e ka dëshmuar një gjë të tillë. Pa shikoj nga përvoja po fol alimi tashmë. Thotë kjo më thonë nga përvoja është dëshmuar nëse e pret me ndodh diçka mundesh me e kalu ma kollaj më thonë sprova. Pra kjo është më thonë shkaku më thonë i nantë që ban më thonë thjesht ma i lumtur. I kemi edhe dy shkaqe tjera, e dheta me radhë, e dheta po flet me fuqia shpirtërore, me pas zemrën e fortë. Në sprovash, kjo e lehtëson musibetin. Para se me lexue, desha me bën një hadith, pejgamberi sa ka thonë al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Pra sa thotë kuptimin e këtij hadithit, besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allah se sa një besimtar që është më thonë i dobët. Pra i fortë është më i mirë se sa i dobët, më thonë. Ktu më kjo hadith i përgjithshëm ka të bëjë me forcën shpirtërore dhe forcën fizike. Ka ulema që shfrytëzojnë këtë hadithin e marrë vetëm në një aspekt mundet, mu kuptoj vetëm aspekti shpirtëror, por mund të kuptoj edhe aspekti, fizik, muslimani që është i fortë edhe fizikisht është më i mirë se sa ai muslimani tjetër që nuk është i fortë. Kjo është më thon argumenti. Ta shohim tash ka thot autori te kjo çështje. Thot më thon kurimi më serioz dhe më efektiv që u bëhet sëmundjeve të zemrës, thot edhe aty të trupit është fuqia shpirtërore. Pra me pas bindje të fortë. Kjo e lehtëson sprovën, e bën lumturinë. E cila thot nuk e lejon njeriu të nështrohet dobësive. Nëse i dopt dorëzohesh. A nëse je në zemër i fortë, je besimtar i mirë, kjo thot e lehtëson sprovën. Dhe iluzioneve që vinë si pasojë e mendimeve të këqija, na kemi mendime të këqija për diçka, ajo të dobëson. E muslimani i fortë thotë jo. Thotë mbështet në Allahut, ka mendon mirë, e ka zemrën e fortë, edhe në sprovash, më dhe e sheh, ai është shumë gëzimtar. Kjo për shkak se njeriu kur do herë që u nështrohet iluzioneve, ndikimeve të jashtme të zemrës, si friga nga sëmundjet dhe gjërat e tjera, hidhrimi dhe shqetësimi për shkak të problemeve, thot pritja e ndodhjes së gjërave të këqija dhe humbjes së të mira do të sprovohet me brenga e dertë. Por nëse ke zemrën e fortë, këta i ka përsëri më kollaj. Me sëmundje shpirtërore fizike, me rënije të imunitetit, pasojat e cilat nuk janë as të pakta. Kështu të më thonë, ai si dhe është i fortë në zemër, ai më thonë normal që ka me pasën më kollaj mi kalu sprovat. E çish forcohet kjo zemër? Normal që forcohet me bindje, me iman. Atë sa më shumë me ushqen vetëm me ajete kuranore, me mësime fetare, me tevekul në Allahun, normal që në këtë formë më thonë forcohet, më thonë zemër, kështu që më thonë edhe do t'i kalësh më kollaj problemet. Kjo është më thonë arsyeja e 10. Dhe arsyeja e 11% dhe fundit është më thonë arsyeja tevekuli. Mbështetja në Allah. Është një ndër shkaqet që largon brengat, mërzit, problemet, ankthët. Vazhdon autori thotë, për sa herë që zemra mbështetet në Allahun, po vënë është tevekuli po fol. Thotë nuk do të nështrohet mendimet e këqija, do të shpresojë në mirësitë e tij, pa Allah subhanahu wa taala, atëherë brengat dhe shqetësimet do t'i largohen përmes tevekulit. E bashkë me to edhe shumë sëmundje shpirtërore e fizike. Rrjedhimisht thotë zemra do të përjetoj një gëzim dhe kënaqësi që fjalët nuk mund t'i përshkruajnë. Pasi tevekuli e ka këtë më. Ti më thonë i mbështet një krijuesit. I mbështet më thonë një të madh i cili ka në dorë çështjen tënde. Për këtë arsye vjen kjo siguri. Ky rahatllëk vjen. Po, vazhdon thotë sa shpesh njeriu thotë është shtruar në spital për shkak të mendimeve të këqija dhe iluzioneve. Thotë sa njerëz thotë të shëndosh e zemër fort, veçanërisht të dobët janë dobësuar nga mendimet e këqija. Pra mendimet i kanë shumë ndikim të madh. Nëse ti thua me bindje që si fetar, si musliman, i mbështetur Allahut, këta ata iluzion të këqija, ata mendojnë se largohen. Ke thua se më çka shit Allah ka më ndodh. Nëse thua kështu në kjo bindje e fortë, më thonë e bën që ata mendimet e këqija mu largon nga ti. Tot autori vazhdon, atyre u shpëton vetëm ai që Allahu e ka shpëtuar dhe që ka nxituar për të luftuar të keqen brenda vetvesë së tij. Thotë dhe vazhdon, do për këtë thotë
dhe për të krijuar terren për gjërat e dobishme. Vazhdon sa vjen mesela e tevekulit, thot autori, dhe për largimin e këqijave, ka thënë Allah subhanahu wa taala, e ka punë një ajet kuranor, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ai që mbështet Allahut, do të thonë ai mjafton. Autori thot, domethënia e ajetit është Allahu më do të mjafton për çdo gjë që i duhet nga gjërat e kësaj dhunjaje dhe dhunjas tjetër. Kto i hin dhe brengat. Allah na mjafton për brengat tona, për problemet tona, për sëmundjet tona, për çdo sen që ka të bëjë për problemet e kësaj dhunjas dhe për problemet që ka të bëjë me në ahiret. Pra është një ndër argumentet, një ndër ajetet që flet për tevekulin. Pa më thonë tevekuli dhe së dashur është ibadet. Tevekuli më thonë shumë vene në Kur'an është përmendur. Të përmend disa ajete që s'ka përmend autori për vlerën e tevekulit. Ka thonë Allah subhanahu wa taala një ndër ajete që flet se Allah i don ata njerëz që i mbështeten. Allah thonë në Kur'an surën Al Imran, "Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin." Allahu i don ata që i mbështeten Allahut. Kjo është një ndër ajete. Ajeti tjetër që tregon për ai që ka tevekul ka edhe iman, ka thonë Allah subhanahu wa taala, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Allahu të mbështeteni nëse jeni mu'min, nëse jeni besimtar. Pa besimtarët i mbështeten Allahut. Është një ndër faktet që aludon në imanin e besimtarit është tevekuli. Gjithashtu tevekuli, Allah ka treguar që një njeri që ka tevekul nuk ka hise shejtanin në mendimet në vese që i bën. Nuk ka hise. Nëse mbështetesh Allahut, shejtani largohet prej teje. Është ajeti ku anon surën Nahl, ajeti 99, thot Allah ennehu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Thot nuk ka hise shejtani tek besimtarët dhe tek ata që mbështeten Allahut. Këto e shohim që mbështetja, do thonë, e largon veset e shejtanit. E kena përmendur më herët që shejtani një ndër format se do thonë hilet e shejtanit është edhe vezveset që do me mërzit muslimanin. Bile anëzat është kjo arsye. Do thonë anëzat e këqija, ka përmendur për Islam që është shkak që shejtani do me mërzit muslimanin. Dhe e inspiron me anëzat e këqija. Gjithashtu tevekuli është derë e rrezikut. Kush i mbështetet, do thonë Allahut, Allah ja hap dyrtë e rrezikut. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Law tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Yaqdu hisaman wa taruhu bitana. Do të them sikur ti kish mbështetë Allahut ashtu siç duhet, thot Allahu do t'ju furnizonte sikur shpezët që i furnizon. Dalin të uritura edhe kthehen të bakët të mbushur me ushqim. Sikur ti mbështetë në Allah ashtu siç duhet. Hakku tevekkul, më ka thënë. Gjithashtu tevekuli është shkak për me hin xhenet pa llogari. Me shti Allah në xhenet. Te hadithi për sa kush përmend ata 70.000 persona që kanë me hin xhenet pa llogari, një ndër ta ka folur për këta njerëz, ka thonën wa ala rabbihim yatawakkalun. Janë ata të cilët mbështeten Allahu subhanahu kanë tevekul. Pra më thonë tevekuli është një ibadet madhështor, por një ndër dobit që ka edhe ta largon edhe bregën edhe mërzit, më thonë në këtë dunjë. Vazhdojmë kemi edhe disa çështje tjera. Ai që mbështet në Allahun ka zemër të fortë, në të cilën thotë iluzionet dhe mendimet e këqija nuk kanë as ndikim më të vogël thotë. Ai nuk shqetësohet nga zhvillimi i ngjarjeve, nga sa e di se vetëm njerëzit me personalitet dhe karakter të dobët shqetësohen. Po tevekuli e largon këta probleme. Thotë ai e di se Allahu i ka garantuar mbulim të plotë, kështu që beson Allahun dhe premtimit të tij për të larguar bregën dhe frikën, ankthin dhe shqetësimin, si dhe për ta shëruar të vështirën e të lehtën, të pakalueshëm në të gëzueshëm dhe frikën në siguri. Edhe në fund autori përmend një gjë, Allahu i madhuar e lutim do të bën dua, praktikisht atë që tha pak më herët. Allahu i madhuar thotë e lutim që na shpëtoj, e lutim të na begatoj me zemër të fuqishme, me vendosmëri të pathyeshme në mbështetjen e të plotë, për të cilën Allahu ka garantuar robëve çdo të mirë dhe largimin e çdo të keqe, të ligës dhe të pa dëshirueshmës. Këtu desha më bëjnë një mesele që ka të bëjë me tevekulin. Ulemaja thonë tevekulin, ose mua më thonë njerëzit e kuptojnë, mua më ndonë 3 grupe. Grupi i parë disa e kanë lënë komplet tevekulin, ju kanë mbështetur komplet shkaqeve. Thotë puna në varë për mu, jo për Zotit. Kjo më thonë që kanë qenë mushrikët e Mekës. Në grupi dytë, edhe këta me një ekstrem tjetër, thonë ne mbështetemi Allahut, nuk i marrëmi shkaqet.
Edhe kjo është, më thonë është gabim, e kalon gjysmën e tevekulit. Kurse ehli suneti e ka tevekulin thotë në mbështet me Allahut, e çdo se vjen pe Zotit, po një të nkoj marrë edhe shkaqet, sebepet. Kjo është mesatarja e sunetit, pra më thonë ato dy ekstremat, më thonë, duhet pas kujdes, ata që komplet i mbështeten shkaqeve, dhe ata që komplet i mbështeten tevekulit i lën sebepet. Se milon sebepet është në kundërshtim me logjikën e shëndosh. Shemë dikush thotë vallahun i mbështetet as Zotit, me pas fëmijë mas martona. Themi ti nuk je në rregull, nuk je shëndosh, duhet të martu, më marr sebepet, e se smartohesh, s'mund të pas fëmijë më. E të më thonë. Ose ti thotë unë duhet të pas pasuri, po thotë i mbështetet Allahut të zdal pi derës punoj. Themi nuk ka rregull kjo. Më nuk bën ndesh edhe me logjikën, por edhe fetarisht bën ndesh, më thonë. Se Allah na mëson dhe pejgamberi na mëson i marr shko. Po jo mi madhru shkaqet më shumë se sa tevekuli. Shkaqet më ne i marrim, themi në fund çka ka shkuar Zoti ka mendoll, nëse Allah ka shkuar që mos mendoll, s'ka mendoll. Që muslimani në këtë formë, më thonë, e ka kuptimin e tevekulit. Vonë lutem Allah subhanahu wa taala Zoti na mëson të jetojmë këta asije, këta sebepe, e se mos tevekuli është ibadet madhështor, e kemi te ajeti çdo recat e lexojna. Se sa ajet, te ajeti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu është vetëm ty të adhuroj sinqeritet. Kurse wa iyyaka nasta'in është tevekul. Dhe vetëm për ti o Zot ndihmë kërkoj. Kjo është tevekuli. Sa si thotë Ibn Qayyim thotë muslimani çdo recat ja kujton vetes sinqeritetin edhe ja kujton më vetes thotë tevekulin. Allah na bëj për të. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.